Gjermania pritet të futet në borxhe të reja në një shkallë të paparë në historinë e Republikës Federale. Dhe ajo që do të ndodhë në Berlin thuhet se do të ndikojë në të gjithë të ardhmen e mbrojtjes së Evropës. Kjo do të ndikojë gjithashtu edhe në mbështetjen e saj të vazhdueshme për Ukrainën. Siç bëhet e ditur, Parlamenti i Gjermanisë Bundestagu pritet të votojë nëse do të heqë frenat nga shpenzimet e mbrojtjes. Kjo mund të hapë rrugën për një ngritje masive në investimet ushtarake teksa Washingtoni sinjalizon se Evropa nuk mund të mbështetet më në mbrojtjen e SBA-s. Shpenzimet e mbrojtjes në Gjermani u rriten me 23.2% vitin e kaluar, duke ndihmuar në një rritje rekord prej 11.7% në shpenzimet evropiane të mbrojtjes. Bëhet fjalë për një projekt ligj që do të lejojë futjen e paparë të Gjermanisë në borxhe për sektorin ushtarak, për infrastrukturën civile dhe për mbrojtjen e klimës në vitet e ardhshme. Projekt ligji vjen nga CDU, CSU dhe SPD, të cilët duan të formojnë një qeveri të re federale pas zgjedhjeve të fundit në Gjermani. Për të mësuar më shumë detaje, lexojeni telegrafi.com.